kaluar. Unë që në fillim të kompeticionit botror, të kampionatit botror, thash që Gjermania nuk e meriton të jetë aty me ekipin dhe mënyrën se si po organizon. Lojtar dhe individualist ka, normalisht potenciali i ekipit ishte, por mu duk si kur ishte më shumë problem se sa i trajnerit, më shumë problem dhe kapriçët të lojtarëve të Gjermanisë që nuk kishin atë dëshirën dhe për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. Nuk mund të fajsoj Nagelsmann sepse Nagelsmann mua mu duk si kur Nagelsmann e fitoi ndeshjen kundër Bregut të Fildisht. Pra me ato zëvendësime që bëri ai arriti agjendet dhe ta kalonte ekipin nga 0-1 në 2-1. Pra, nuk mendoj që është vetëm Nagelsmann fajtor. Më duket sikur lojtarët ishin aq të lodhur dhe minutat e tepërta në këmbë, sidomos të lojtarëve që kanë qenë të Bayernit apo të Dortmundit, që ishin gjatë gjithë kohës, u duk sikur i dha një ngërç Gjermanisë dhe duket sikur nuk po luanin më te kombëtarja gjermane. Gjithashtu mos të harrojmë dhe dy dëmtimet e mbrojtësve, sidomos të Schlotterbeck, ndikoi shumë keq në mbrojtjen e Bayernit, të Gjermanisë, saqë kuptova që Jonathan Tah dhe Rudiger filluan të mos komunikojnë me njëri tjetrin dhe të mos kombinohen më gjatë ndeshjeve. Sa i përket Hollandës, doja të thoja që më erdhi shumë keq për eliminimin e Hollandës. Sigurisht janë kombëtare të mëdha, por mendoj që Maroku e meritoi kualifikimin dhe kalimin në fazën tjetër, me lojtarë si